Për 25 vite me radhë, sofra shkodrane është kthyer në një traditë të përvitshme, që çdo fund vit mbledh artin, kulturën dhe shpirtin shkodran në një mbrëmje festive. Në drejtimin e producentit Xhelal Halili dhe me regji të Besnik Kaçinarit, edhe këtë vit u soll një spektakël i veçantë që shënoi 25 vjetorin e këtij aktiviteti tashmë të konsoliduar. Mbrëmja solli jo vetëm festën e një përvjetori, por edhe magjinë e djepit të kulturës shkodrane përmes këngës, humorit dhe vallës. Një moment kulmor ishte prezantimi i aktores së mirënjohur shkodrane Drane Xhaja, e vendosur në qendër të një shqiponje gjigante të flamurit kombëtar, duke u pritur me duar trokitje të shumta nga publiku në një sallë të mbushur plot dhe tepër elegante. Humori karakteristik shkodran, i sjell nga Drane Xhaja dhe artistë të tjerë, u përcoll me emocion tek të pranishmit. Të ftuar special të kësaj nate ishin grupi Paradise nga Vlora, si dhe këngëtarë të njohur nga Shkodra, të cilët interpretuan këngën tradicionale shkodrane, ashtu siç i ka hije qytetit të Jarës dhe Luleborës. Artistë nga trevat shqiptare, përfshirë Kosovën dhe Malin e Zi, i dhanë më shumë ngjyra kësaj mbrëmjeje festive, ndërkohë regjizori dhe humoristi Besnik Kaçinari solli humorin pikant shkodran, duke mbajtur gjallë ritmin dhe energjinë e spektaklit. Përmes videoprojektorëve në sallë, publiku t'ju rikujtuan figura dhe kolos të këngës dhe humorit shkodran ndër vite. Në këtë mbrëmje morën pjesë dhe figura të ndryshme publike, përfshirë ambasadorë të paqes dhe presidenten për Shqipërinë Dashuri Divintari, të cilët vlerësuan me certifikata 4 personalitete për kontributin e tyre në art dhe në media. Xhelal Halili, producent dhe drejtues i sofrës shkodrane, Arben Goçaj, këngëtar shkodran, Gëzim Brahusha, presidenti i televizionit Blue Sky, si dhe Ndriçim Gjoshi, gazetar i televizionit Apollon. Një vlerësim i veçantë ju dha kësaj mbrëmje dhe përmes bashkëpunimit me televizionin Blue Sky dhe presidentin e këtij televizioni, në koordinim me producentin Xhelal Halili, duke kthyer këtë festë në një moment gëzimi për familjet shkodrane, të ardhura enkas nga diaspora, Shtetet e Bashkuara, Anglia, Greqia, Italia, Gjermania, Belgjika dhe Franca, të cilët kënduan dhe festuan së bashku, ashtu si vetëm shkodranët dinta duan jetën dhe artin. Një tjetër vlerësim erdhi nga Akademia Rënjëtona, drejtuesit e saj Sazan Guri dhe Azgan Haklaj certifikuan për herë të dytë në këtë mbrëmje producentin Xhelal Halili për kontributin e tij ndër vite. Sofra shkodrane mbetet një ngjarje e rëndësishme në memorien kulturore të qytetit, duke u kthyer çdo fundvit në një pikë takim të artit, traditës dhe këngës patriotike, që rikthen në kujtesë rrugëtimin 25 vjeçar të kësaj feste të madhe shkodrane. Ishe nevoj? Unë kam pro plakën, do me operu për zorë qërë. A grune? A apendicitin? Thonë zorë qërë, si do një ju s'digjon.